kryetar dhe antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pikën e parë dhe pika 2 shërkimi i kandidaturave të paraqitur për avokatin e popullit. Sikurse e lam vendin e mëparshme, deri në orën 16 ishte paraqitja e kandidaturave, ndërkohë që sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, kemi propozimin e bërë për kryetar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi kandidatura kemi 2, kemi zotin Klement Skuri dhe zotin Arben Braçe, me të gjithë dokumentacionin për katës, dhe për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zotin Denardi Ilgar dhe zonjën Brunida Laboviti. Relator për çështjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është zoti Ristani. Fjala është për ju zoti Ristani. Më falë zonjë kryetare të procedurë. Po. Në respekt mbledhjes, në respekt kolegëve të kandidaturave, do të ishte minimumi që formalisht na vjesh në dispozicion dokumentacioni, kurrikulume, CV, propozime, relacioni i relatorit, siç është në natyrën e mbledhjes së Komisionit të Ligjit. Dosjeja ku është? Pavarësisht karakterit formal që ka mbledhja, në aspektin në seancë parë po flas për mbledhjen e komisionit. Unë duhet ta di cila është dosja e kandidatëve, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Kandidatët e aktuese do pyeten. Zonja kryetare, procedura e mbledhjes së komisionit kërkon dokumentacion dhe dosje për çdo antar të Komisionit të Ligjeve. Keni minimumin e respektit për kolegët. Të dim çfarë do diskutojmë, nuk kemi të kafe, do jemi mbledhje komisionit. Tani, edhe të vend, unë mendoj zoti Rama ka shumë. Po në mi kuptim, mendoj që mund bëjmë pak pushim, edhe të bëhen këto fotokopime, edhe duke mi kuptuar edhe faktin që ne mbledhemi në një situatë jo shumë të zakonshme. Dakor. 5 minuta pushim, Si pasi keni të bëj gjithkohës fotokopje. racional